إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Kamishëm për Allah të madhëshëm, të madhin Zot e falenderojmë, i nënshtrohemi dhe i përulemi Allahut dhe tek ai shpëtimi jo dhe kthimi i bartësisë. I përcjellim salat dhe selam të dashurit ton, volës e profecisë Muhammed Mustafa sallallahu salatu wassalam. Bëjmë dua dhe lutje Allahu xhalla shanuhu dhe i lypim mëshirë dhe falje për gjithë besimtarët që na kanë prirë në vdekje. E ne që gjallë jemi ende në këtë botë, Allahu xhalla shanuhu çdo ditë që jetojnë në jetën tonë të kësaj dynjaje na përmirësoft, e na vllazëroft, e na mundësoft që ta njohemi fjalën e Allahut dhe të jetojmë me të ashtu siç Allahu xhalla shanuhu është në rrezimin e inshallah taala. Unë më shumë sigur këtë imam të Kosovës sot ka duhet me interpretuar një thirrje që besoj që e dini gjithë, një thirrje nga institucioni i lartë fetar nga Bashkia Islame, e që natyrisht do duhet dhe do të ishte edhe obligim edhe jemi, edhe si musliman, edhe si qytetar i këtij vendi. Në xhumën e kaluar pak kemi folë për të zgjedhurit. Veç pak kemi folë, shumë pak kemi folë për ata që zgjidhen dhe e kërkojnë pushtetin nga populli, por ne në sot të flasim për këtë pjesën tjetër. Na me izën e Zotit do të pak ditë kena kur do të jemi në procesin zgjedhor. Procesi zgjedhor do të bëhet zgjedhje e nivelit lokal për Republikën e Kosovës. Andaj do të mundohet të më thonë normal 2-3 fjalë që besoj që janë shumë të rëndësishme. Dhe janë shumë të nevojshme, po besa dhe jetike dhe janë në përgjithësi para Zotit të Madhëshëm. E para punë, mos mendoj dikush që ka bërë një vepër në këtë botë e s'ka mu taku për atë vepër me Allah. Mos mendoj dikush që e bën një vepër në këtë botë dhe për atë vepër s'ki mu vetë prej Zotit. Çka do të thosh ajo? Dhe nga të tilla vepra me peshë shumë të madhe është edhe zgjedhja. Me zgjedh dikant që duhet heq. Pra, votimi, ai që ti voton për te, është për ty është emanet prej Zotit. Andaj kesh kujdes dhe hapi sy dhe vendos mbi konceptin dhe parimin tanë që ti mendon që është në rregull. E dyta, procesi zgjedhor me një shoqëri nënkupton ardhjen e lirisë, sidomos për neve shqiptarë. Për neve shqiptarët e Kosovës, zgjedhjet e lira publike dëshmojnë se ma nuk jemi të robnuar, që nënkupton edhe diçka më të madhe se kjo. Që do t'ja bëja secili këtë pyetje, secili prej atyre që eventualisht ka një tendencë për me prish këtë proces. Cila është pyetja? Ato sa gjenerata kanë vdekje, sa vujtjet janë bërë, e sa të gjatë është derë që unë e ti sot me shku dhe me zgjedh ato që do t'i me zgjedh, me votu i lirë, kërko bashkë e thjeshtë. Wallahi nuk është bashkë e thjeshtë. Veç në luftën e fundit, veç për jetimet dhe vujtjet e luftës fundit, me i parë, subhanallah, na kemi vujtë si shoqëri. Andaj kujdesëm, mos bëni hejgare. Me këtë punë mos bëni hejgare, se nuk është bashkë e thjeshtë. Nuk ka bashkë paranësi kjo punë. Për nga arti i sot xhami këtu, dikush ka dërgjak, dikush ka vujtë, ka dhone, për me shkutin në shkolli, atje i lirë, dikush ka vdek, nga mësuesi Fazli atje, nga mësuesi Fazli që ja zona emnin, e sa mësuesi, e sa hoxha, e sa profesori, e sa doktor, e sa, dhe më një histori në të vujtë. Alhamdulillah që sot, pra nuk i kemë atë vujtë, isha lakur si kemë. Po qëta? Duhet që ta dëshmojnë vetën që jenë njerëzit besimtarë të edukuar. Edhe në gjitha proceset, japni kontributin tonë duke qenë të përgjithshëm para Allahut të Madhëshëm për detyrat që kemi. Pra ata që e lypin votën e popullit, besoj që duhet me mendu që kanë detyrim për këtë popull.
Po dhe ne që zgjedhim, që japim votë, du të kemi kujdes. Dy të gjëra po i përmendin që është shumë të rëndësishme. A di cilat janë ato një? Mos tento me shitën votën. Sepse nuk ka gjë më të rëndë moralisht se kjo. Mos prano me shitën votën. 2. Dhe 3. Mos lejo vetën në ranën e veni kur ti shkon i thuti kuj sa po ma shetë. Se që jo vepër penale, ato i vinë ata penalistat, po edhe fetarishtë të flasë. A di s'ka të me thonë, mja ble të drejtën e zjedhës dikujna? Mja ble, ose mja shim, ose mja kontrabandu dikuj të drejtën me mendua i mirë edhe vetë, edhe mirë, lirë dhe me përcaktue bi bazën e bindjes tina. E dyta, ne besimtarët kemë për detyrë që në vend se me pris, ne kemë për detyrë me nëreq. Në vend se me shkatru, na kemë për detyrë me ndërtu. Në vend se me dëmtu, na kemë për detyrë me ngrit, me ndihmu. Andaj, kontributi jëtë është shumë fisnik. Është për shumë përgjithësi. Ecë këse rrugë dhe të japim edhe një dëshmi shtes, se ne jemi shoqëri që realisht e meritojnë e lirim. Dhe këtë fund kësajna, t'ja zbartin ftyrën dhe dhejtë tonë. Se me vepra, në këtë proces zgjedhor, ishin kas vepra penale. Dikush prej muslimanëve, thëtë, po ka vepra penale, ato me fesën kur gjanë, veç kërë të regojnë një diska dhe relacionit juridike. Tash, po i spjegojnë këtu relacionit juridike, po një diska për jo thamë fetare. Shumë përësishtë. Nuk ka vepër penale që penalizohet në Kosovë që është halal me Kur'an dhe Sunet. Ska. Ma jemen, ska vepër penale që është halal. Me shpif, a vepër penale po. Me keshpërdor, a vepër penale po. Me dëny, është vepër penale. Me vjedh, është vepër penale. Me mashtru, është vepër penale. Me tradhku, e në islam qëto qka jetë. A është halal me një për shpif. Këtë në hanë. Na ju në përlutëm Allah, unë në përlutëm Zotozot, gjitha procesët që ecim bashkë si shoqëri, mundësëna të ecim mirë, e të ecim drejt, e të jasdritim ftyrën në dhejët tonë, vendin tonë, fejsh tonë, kumbit tonë, edhe të ndërtojmë institucionet tona sa më të fuqishme, sa më kemi bime, e që inshallah do na shërbejnë, ashtu që shërbejnë do për popull, edhe me përgjithësim më të lartë që kanë para Zotit të gjallësar. Edhe shumë dashur musliman, pra hapi jëtë, rukëtimi jëtë, ku do që ti gjindesh, është përgjithësi e jotja, dhe është mundësi për me dhënë një kontribut pozitiv. Mos harros, edhe ti që jeni gjani kësot, mund me dhënë një kontribut pozitiv, po të njëjtë e kohë mund me dhënë edhe diçka negative. Mund me bëhë edhe një diçka negative, që ma din ju këtë vrejtën teme, që vjen këtu i kemë, do që vjen një herë 3 muaj, i bëjnë një 3 selfie në gjami, e qëtë atë në Facebook apo e qëtë, për fundi e shkuna Allah i me Allah ka bëhë ditën e gjumon, tani me qëtë ditën e gjumon, dherë edhe i mashtrojnë njerëzit në rrugë dhe me udhë i rejë që atë me orë për në gjami për shvega, për së mashtrojnë për, bënë bejë, veç që shtu kështë ja bojnë. Mos harrojnë për që atë dikin tanë që e zjetre, ka më dhejtë Allah. Për që në hapat e kur ka më dhejtë Zotin, edhe për që të ashtë i Allah. Dhe pyt një alim, një djetari madhë, pyt një diska, një pytet mirë që ne e panevë muslimanë të krishekulli. Thotë kështu, a ke banë një vepër, jetën tonë, me qëllim, mjeshtue, mjeshtrit ftyrën fejës tonë, a ke banë një vepër. A i sportivisë, mirë është me atletikë. A i angazhuti me marrë vendin e parë dhe me konë një musliman një vendin e parë. Ti që i marrë me matematikë, a i bërë një student një mirëfilm që ka mu krenu dhe familja jote dhe shëqëria jote islame, ka mu krenu me ty, a ke bërë një vepër? Apo e në thikë fare, e në shumë fare. Ndaj, na i kemë këto rastet veçanta vëzni dhe mos harrojmë të mbyllë me këte. Krejt ata që zgjidhen, janë vëzët dhe motrat tona. Janë bitë dhe bijat tona të dalën nga familje tona, nuk nga kanë arë prej kërkuj. Dhe nuk ka nevojë dhe s'ka hiç logjik dhe s'ka hiç arsye, unë dhe ti mu përplasë. Pavarësisht kush është slogani ose emri i partisë. Krejt në fund janë djemë tonë,
jenë qikat tona, jenë pija tona, jenë fëmijët tonë, jenë vllaznit tonë, andaj po mendoj që na duhet me dhënë modelin. Nështë u bo model edhe për shtete tjera, sa të qenë, sa të urtë, sa të fisni, e sa me kujdesi kështë të shërbime, Zotë Gjellë dhe Shanuhu në fatë në mëshiroft, ku do që punojnë, inshallah, kena njëtën të Allahu Gjellë dhe Shanuhu, në mësoft Allahu në çdo zgjedhje që bojnë njëtën tonë, me zgjedh hakun dhe me zgjedh vërtetën, inshallah ta'ala. Inshallah Zotë Gjellë dhe Shanuhu mësën që krejt që kemi nga jeta jonë me shërby në hajë, në të mirë dhe në dobi të vendit tonë, e të kombit tonë, e të fejës tonë, e gjitha asaj që Allahu na ka dhënë, inshallah ditën e kiametit Allahu na ka dhënë xhenet, e na mëson që fytyrat tona në lumturu nga mirësia dhe begatitë që Allahu xhallahu shanuhu ka përgatitur për besimtarët në veprin inshallah taala. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu bi kulli dhanbin inna Allaha ghafurur rahim.